Për Ardianin, vitet e fundit kishin qenë një rrugëtim i gjatë përmes një errësire që dukej se nuk do të mbaronte kurrë. Që nga dita kur bashkëshortja e tij ndërroi jetë pas një sëmundje të rëndë, shtëpia e tyre e madhe në periferi të qytetit kishte humbur çdo gjurmë gjallërie. Muret dukej se mbanin ende e gone heshtjes dhe të dhimbjes. Ai ishte përpjekur me të gjitha forcat e tij të bëhej edhe baba, edhe nën për Anilën, vajzën e tij të vogël që në atë kohë ishte ende foshnje. Çdo ditë e tij ishte një cikël i pandryshueshëm. Puna raskapitse në zyrë për të siguruar të ardhmen e tyre ekonomike dhe netët e gjata pa gjumë, duke i lexuar përralla Anilës derisa asaj t'i zinte gjumi me lot në sy, duke pyetur se ku ishte mami. Anila u rrit në këtë atmosferë melankolie, por edhe me një dashuri të jashtëzakonshme e mbrojtëse nga i ati. Ajo u bë një vajzë e mpret, e heshtur dhe tmerrësisht e lidhur pas Ardianit. Për të, i ati ishte i gjithë universi. Kur mbushi 9 vjeç, ajo kishte mësuar të lexonte çdo ndryshim në fytyrën e tij. E dinte kur ai ishte i lodhur, kur ishte i trishtuar dhe kur shtihej se ishte i lumtur thjesht për ta bërë atë të ndihej mirë. Shtëpia e tyre filloi të ndryshonte ngadalë, vetëm kur në jetën e Ardianit hyri Elena. Elena ishte një grua me një elegancë të lindur, e qeshur dhe gjithmonë e kuruar deri në detaje. Ajo punonte si menaxhere në një nga firmat partnere të Ardianit dhe takimet e tyre të para, që nisën si profesionale, u kthyen shpejt në diçka më shumë. Për Ardianin, Elena ishte si një reze dielli që depërtonte pas një stuhje të gjatë. Ajo dinte si ta bënte të qeshte, t'i largonte rëndimin e përditshmërisë dhe, mbi të gjitha, tregonte një interes të jashtëzakonshëm për t'u bërë pjesë e botës së tij, që do të thoshte të fitonte zemrën e Anilës. Në fillim, prezantimi i Elenës me Anilën u bë me shumë kujdes. Ata u takuan në një park lojrash, një pasdite të ngrohtë pranvere. Elena kishte sjell me vete një kuti të madhe me dhurata, libra me ngjyra dhe kukulla që çdo fëmijë do t'i dëshironte. Ajo u ul në bar me Anilën, bisedoi me të me një zë të ëmbël e të ngrohtë dhe tregoi durim të madh për të dëgjuar tregimet e vogla të vajzës. Ardiani, duke i parë nga larg, ndjeu një peshë të madhe t'i hiqej nga gjoksi. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai guxoi të mendonte se ndoshta meritonte një shans të dytë për të qenë i lumtur dhe se familja e tyre e thyer mund të plotësohej sërish. Muajt kaluan dhe prania e Elenës në shtëpinë e tyre u bë gjithnjë e më e shpeshtë. Ajo filloi të gatuante darka të rregullta, të ndryshonte perdet e errëta të dhomës së ndenjes me disa më të qelura dhe të sillte lule të freskëta çdo javë. Shtëpia filloi të mbante erë të mirë dhe të kishte dritë. Elena bënte çmos të sillej si një nën perfekte. E ndihmonte Anilën me detyrat e shtëpisë, i krete flokët e gjatë përpara se të shkonte në shkollë dhe i premtonte se do të ishte gjithmonë aty për të, pa u përpjekur kur të zëvendësonte kujtimin e nënës së saj të ndjerë, por duke krijuar një lidhje të re. Anila, megjithse fillimisht e tërhequr dhe xheloze për vëmendjen e babait, filloi ngadalë ta pranonte këtë realitet të ri. Ajo shihte se si sytë e babait të saj shkëlqenin kur Elena hynte në dhomë. Shihte se si ai nuk ishte më aq i vrenjtur dhe se si buzëqeshja e tij nuk ishte më e sforcuar. Kjo gjë e bënte Anilën të ndihej e lehtësuar. Ajo filloi t'i thurë shpresa vetes se kjo grua e re do të sillte stabilitetin që u kishte munguar aq shumë. Kur Ardiani, me dorën që i dridhej nga emocionet, i tregoi Anilës unazën e fejesës dhe e pyeti nëse ishte dakord që Elena të bëhej zyrtarisht pjesë e familjes së tyre. Vajza 9 vjeçare pohoi me kokë me një buzëqeshje të sinqertë, duke besuar me gjithë zemër se po niste kapitulli më i bukur i jetës së tyre. Përgatitjet për dasmën nisën me një entuziazëm të madh, dhe shtëpia u përmbyt nga revistat e modës, ftesat e bardha dhe planet për një të ardhme që duke rrezatuese dhe e sigurt. Megjithatë, sapo ftesat e dasmës u shpërndan dhe data e ceremonisë po afrohej me hapa të shpejtë, atmosfera e ngrohtë në shtëpi filloi të ndryshonte në mënyrë të padukshme për Ardianin, por tmerrsisht të ndjeshme për Anilën. Vajza e vogël, e cila kishte kaluar vite të tëra duke vëzhguar çdo lëvizje dhe nuancë të njerëzve rreth saj për të mbrojtur nga dhimbja, filloi të ndjente se maska e ëmbël e Elenës po çarse pak nga pak. Ndryshimet e para ishin të vogla,
pothuajse të papërfillshme për një të rritur të zënë me punë dhe me përgatitjet e dasmës. Kur Ardiani ishte i pranishëm, Elena vazhdonte të ishte njëjta grua e dashur dhe e vëmendshme. Por, sapo ai mbyllte derën për të shkuar në zyrë apo për të kryer ndonjë punë, buzëqeshja e Elenës zhdukej menjëherë. Shikimi i saj bëhej i ftohtë dhe i prerë. Ajo nuk kishte më durim t'i krehte flokët Anilës dhe bisedat e tyre të ngrohta u zëvendësuan me urdhra të shkurtër. Shko në dhomën tënde, mos bëj zhurmë, mos i prek ato gjëra. Ajo që e bëri Anilën të dyshonte akoma më shumë ishte sjellja e Elenës me telefonin e saj. Ajo nuk e linte kurrë mbi tavolinë. Kur i vinte ndonjë mesazh, kthente ekranin përmbys me një lëvizje të shpejtë dhe nervoze. Më pas, filluan bisedat e fshehura në përqoshet e shtëpisë. Elena priste momentin kur Ardiani futej në dush ose kur dilte në obor për të folur në telefon me zë të ulët, pothuajse në pëshpërim, duke parë herë pas here nga dera për të siguruar që askush nuk po e dëgjonte. Anila, e shtyr nga një parandjenje e keqe, filloi ta vëzhgonte me kujdes. Një pasdite, rreth 2 javë përpara dasmës, teksa po luante e qetë në dhomën e saj, ajo dëgjoi hapat e Elenës që nxitonin drejt korridorit të errët në katin e dytë. Anila u afrua pranderës së hapur shumë pak dhe pa Elenën duke ecur lart e poshtë, me fytyrën e tensionuar dhe me një ton zëri që nuk ua kishte dëgjuar kurrë më parë. Po, çdo gjë po shkon sipas planit, thoshte Elena me një gjysmës të ashpër. Edhe pak ditë dhe gjithçka do të jetë në dorën time. Ky budalla beson çdo gjë që i them. Mos u bëj i paduruar, do t'i marrim të gjitha. Anilës ju ngrin gjaku në vena. Ajo nuk e kuptonte plotësisht se çfarë nënkuptonte Elena me ato fjalë, por e dinte mirë se ky budalla ishte babai i saj. Diçka e tmerrshme po gatuhej pas krahëve të tyre. Kulmi i dyshimeve arriti pikërisht një natë përpara dasmës. Shtëpia ishte mbushur me rroba ceremoniale, lule dhe dhurata, por për Anilën nuk kishte gjumë. Rreth orës 2 të mëngjesit, e etur për ujë, ajo zbriti shkallët me shumë kujdes që të mos bënte zhurmë. Kur ju afrua kuzhinës, pa dritën e hollë të hënës që hynte nga dritarja e madhe e balkonit dhe aty, e mbështetur pas xhamit, qëndronte Elena. Ajo po fliste përsëri në telefon. Këtë herë, biseda ishte akoma më e qartë dhe e frikshme. Të thash që nuk e pse shqetësohesh për atë qilimi, tha Elena, me një zëplot përbuzje dhe pa asnjë pikë emocioni. Sa po të hidhet firma nesër dhe të marrë të drejtat mbi pasurinë dhe llogaritë e tij. Kam gjetur tashmë një shkollë me internat jashtë shtetit. Do ta binte Ardianin që është më e mira për të ardhmen e saj dhe do ta nisim që muajin tjetër. Do ta heq qafe përfundimisht. Ky vend dhe ky fëmijë nuk do të jenë më problemi im. Thjesht na duhet firma e tij nesër në altar. Elena qeshi me një të qeshur të ftohtë e cinike që bëri e go në errësirën e shtëpisë, përpara se ta mbyllte telefonin. Prapa murit, Anila shtrëngoi gotën e zbrazët pas gjoksit, me lotët që i rridhnin në përfaqe dhe me trupin që i dridhej nga tmerri. Gruaja që premtonte të bëhej nëna e saj, ajo që i kishte thurur flokët dhe i kishte premtuar dashuri, po planifikonte të shkatëronte baban e saj, tu merrte shtëpinë dhe pasurinë dhe ta largonte atë përgjithmonë nga i ati. Anila u kthye në dhomën e saj në maj të gishtave, u fut në mbatanie duke qarë me dënes, e vetëdijshme se kishte vetëm pak orë përpara se jeta e tyre të merrte një kthes pa kthim. Ajo duhej të bënte diçka, por pyetja që e mundonte ishte: si do ta binte baban e saj, i cili ishte i verbëruar nga dashuria për këtë të vërtet kaq mizore? Rrezet e para të diellit të asaj të shtune ranë mbi dhomën e Anilës, por për të, ky agim nuk solli asnjë dritë. Vajza nuk kishte mbyllur sy gjithë natën. Me trupin ende duke u dridhur nga biseda që kishte dëgjuar, ajo qëndronte ulur në cep të krevatit, duke parë fustanin e bukur ngjyrë të kuqe që i ati ja kishte bler posaçërisht për dasmën. Ai fustan, që deri dje i dukej si një princeshe, tani i ngjante me një peshë të rëndë që po e mbytej. Jashtë dhomës së saj, shtëpia u zgjua në një kaos festimesh. Parukier, grimier dhe fotograf lëviznin lart e poshtë korridoreve. Zëri i Elenës dëgjohej duke dhënë urdhra,
I ëmbël dhe I qetë si gjithmonë përpara të tjerëve. Por për Anilën, çdo fjalë e saj tani kishte tingullin e një thike që futej më tej në gënjeshtër. Kur Anila zbriti poshtë, pa të atin. Ardiani ishte veshur me një kostum elegant blu. Flokët I kishte të krehur me kujdes dhe në fytyrë I shkëlqente një buzëqeshje që Anila nuk ja kishte parë që nga vdekja e mami. Ai u uq në gjunjë përpara saj, I rregulloi flokët dhe I tha me zërin plot dashuri: "Sot është dita jone e madhe, shpirti I babit. Më në fund do të jemi një familje e plot." Në atë moment, një lëmsh I madh I mblodh Anilës në fyt. Ajo donte të bërtiste, t'i thoshte: "Babi, ajo po na shkatërron", por kur pa sytë e tij të mbushur me shpresë, fjalët ju ngrin. Ajo e dinte se nëse fliste aty për aty, pa asnjë provë të fortë, I ati mund të mendonte se ishte thjesht një xhelozi fëmijërore apo një krizë ankthi nga frika se po humbiste vëmendjen e tij. Për më tepër, Elena ishte tmerrsisht e zgjuar. Do të gjente një mënyrë për t'u viktimizuar dhe për ta kthyer situatën në favorin e saj. Ora po ecte me shpejtësi të frikshme. Makinat e dasmës u nisën drejt kishës me borit që zhurmonin nëpër rrugë. Anila u ul në sediljen e pasme të makinës së parë, pranë babait të saj, duke shtrënguar fort në xhep një pajisje të vogël. Telefonin e saj të vjetër, me të cilin kishte arritur të regjistronte një pjesë të bisedës së fundit të Elenës në balkon. Regjistrimi ishte I shkurtër, por I mjaftueshëm për të treguar fytyrën e vërtetë të nuses. Kur mbërritën në kishë, skena ishte madhështore. Kisha ishte mbushur plot e përplot me të ftuar, miq të familjes, koleg pune dhe të afërm që kishin ardhur nga larg. Altari ishte dekoruar me lule të bardha dhe një dritë e ngrohtë binte nga dritaret e larta të kishës. Ardiani zuri vendin e tij në altar duke pritur me padurim. Pak minuta më pas, muzika e dasmës nisi të luante dhe Elena hyri, e veshur me fustanin e saj të bardhë të nusërisë, me një vello të gjatë që I mbulonte fytyrën e saj engjëllore, pas së cilës fshihej një djalë I vërtetë. Anila qëndronte në rreshtin e parë të karrigeve, vetëm pak hapa larg tyre. Zemra po I rrite aq fort sa dukej se do t'i shpërtente nga gjoksi. Një dilemë e tmerrshme po e bënte kopash nga brenda. Nëse fliste tani, përpara të gjithë këtyre njerëzve, do të turpëronte baban e saj publikisht dhe do të shkatëronte një ceremoni për të cilën ai kishte shpenzuar muaj të tërë. Por, nëse heshte, sapo ai të hidhte atë firmë mbi dokumentin e martesës, ligji do t'i jepte Elenës pushtetin që donte, dhe jeta e tyre së bashku si babë e bij do të merrte fund përfundimisht. Prifti nisi të fliste, duke thënë fjalët ceremoniale mbi rëndësinë e martesës, besnikërinë dhe jetën e përbashkët. Çdo sekondë që kalonte ishte si një goditje e akrepave të një bombe me sahat. Anila shikonte profilin e babait të saj, I cili po shikonte Elenën me adhurim të pastër, pa e ditur se po ecte drejt rënies në një humner të errët. Nëse dikush ka një arsye pse kjo martesë nuk duhet të bëhet, le të flas tani ose të hesht për gjithmonë, tha prifti duke bërë pauzën tradicionale. Heshtja mbuloi të gjithë sallën e madhe të kishës. Askush nuk lëvizi. Elena buzëqeshi në mvello, e sigurt se plani I saj po funksiononte perfekt. Anila uli kokën, me lotët që I rridhnin mbi fustanin e kuq, ndërsa dora e saj brenda xhepit shtrëngonte me forcë telefonin. Ishte momenti I fundit. Koha mbaroi. Ajo duhej të zgjidhte midis turpit të momentit apo shkatërimit të gjithë jetës së tyre. Përpara se prifti të mund të vazhdonte me leximin e betimeve, heshtja e kishës u thye nga një zhurmë e mprehtë. Anila u shkëput nga rreshti I parë si një rreze e goditur nga rufeja. Ajo vrapoi drejt qendrës së altarit, duke kaluar përbri fustanit të gjatë të Elenës, dhe me një lëvizje të shpejtë të dëshpëruar, ja rrëmbeu mikrofonin nga dora priftit të moshuar, I cili mbeti I ngrirë nga surpriza. Të gjithë të ftuarit në kishë u ngritën në këmbë pothuajse në të njëjtën kohë. Një murmurim habie dhe konfuzioni pushtoi sallën e madhe. Vajza e vogël me fustanin e kuq qëndronte tani në qendër të vëmendjes, me trupin që I dridhej, por me një vështrim që nuk kishte asnjë pikë frike. Na lojeni dasmën. Kjo martesë nuk mund të bëhet, bërtiti Anila me sa zë që kishte në kokë. Zëri I saj,
i amplifikuar nga altoparlantët e kishës, bëri ego në çdo cep të ndërtesës. Ardiani u zbet në fytyrë, duke bërë një hap drejt saj. Anila, çfarë po bën, shpirti i babit? Ulu, të lutem, përshpëriti ai me një zë të mbytur nga turpi dhe shqetësimi, duke u përpjekur t'i afrohej për t'i marrë mikrofonin. Ai mendonte se vajza po kalonte një krizë paniku ose xhelozje përpara të gjithë të ftuarve. Në atë moment, Elena bëri një lëvizje të shpejtë. Ajo nxori një buzëqeshje të sforcuar, hapi vellon dhe u mundua t'i afrohej Anilës me hap të qetë, duke thënë me një zë të ëmbël të rrem: Ardian, mos u bëj i ashpër me të. Është thjesht e emocionuar. Anila e dashur, hajde te mami. Mos më prek, bërtiti Anila duke u tërhequr pas, ndërsa ngriti dorën tjetër ku mbante telefonin e saj. Ti nuk je mami ime dhe nuk do të jesh kurrë. Ti je një gënjeshtare. Përpara se dikush nga rojet apo familjarët të mund të ndërhynte për ta larguar vajzën nga altari, Anila e afroi telefonin e saj maksimalisht pas mikrofonit dhe shtypi butonin play. Nga altoparlantët e kishës nuk doli muzikë, por një zë i ngrirë, i qartë dhe plot përbuzje. Ishte zëri i Elenës, i regjistruar vetëm pak orë më parë në balkonin e shtëpisë. Ky budalla beson çdo gjë që i them. Sa po të hidhet firma nesër dhe të marrë të drejtat mbi pasurinë dhe llogaritë e tij. Kam gjetur tashmë një shkollë me internat jashtë shtetit. Do ta heq qafe përfundimisht. Ky vend dhe ky fëmijë nuk do të jenë më problemi im. Audioja u ndërpre me atë të qeshur të ftohtë e cinike që Anila kishte dëgjuar në errësirë. Në atë sekond, në kishra një heshtje aq e rëndë, sa dukej se edhe frymëmarrja e njerëzve ishte ndalur. Sytë e të gjithë të ftuarve u kthyen menjëherë nga Elena. Maska tran. Fytyra e nuses u transformua komplet. Nga një nuse e ëmbël dhe e pafajshme, sytë e saj u mbushën me një urrëtie dhe egërsi të pastër. Ajo shikoi Anilën sikur të donte ta zhdukte me shikim, por e kuptoi menjëherë se nuk kishte asnjë rrugëdalje. Provat ishin publike, të pakontestueshme dhe po dëgjoheshin nga qindra dëshmitar. Ardiani mbeti i ngrirë në vend. Ai shikonte herë vajzën e tij që po qante me ngashërim duke mbajtur telefonin, dhe herë Elenën, e cila nuk po thoshte dot asnjë fjalë për t'u mbrojtur. E gjithë bota që ai kishte ndërtuar me aq shumë shpresë gjatë muajve të fundit u shkatërrua brenda pak sekondash përpara altarit të kishës. Heshtja që pllakosi kishën ishte mbytëse. Çdo sy në sallë ishte fiksuar mbi Elenën, e cila tashmë kishte humbur çdo gjurmë të asaj elegancës dhe ëmbëlsisë që kishte treguar deri pak sekonda më parë. Duke parë që të gjithë po përshpëritnin dhe po e shikonin me përbuzje, ajo kuptoi se loja e saj kishte mbaruar. Pa thënë asnjë fjalë, me fytyrën e ngrirë nga rrezi i dështimit dhe turpit, Elena mblodhi fustanin e saj të bardhë, u kthye me shpinë nga altari dhe eci me hapa të shpejt drejt daljes së kishës. Disa nga të afërmit e Ardianit bën përpara për t'i kërkuar llogari, por ai ngriti dorën duke i ndaluar. Nuk kishte më rëndësi. Ajo grua nuk ekzistonte më për të. Ardiani u kthye ngadalë nga vajza e tij. Gjunjët i dridheshin dhe sytë i ishin mbushur me lotë që i rridhnin pa kontroll në përfaqe. Ai u ul në gjunjë përpara Anilës, pikërisht aty në qendër të altarit, ku pak më parë ishte gati të nënshkruante shkatërimin e jetës së tyre. E kuptoi se sa i verbër kishte qenë, sa shumë e kishte lënë pas dore mbretësinë e vajzës së tij, dhe sa pranë kishte qenë humbje së gjës më të shtrenjtë që kishte në këtë botë. Më fal, shpirti i babit. Përshpëriti ai me zërin që i merrej nga dënesa. Më fal që nuk të dëgjova, që nuk të mbrojta. Anila nuk priti më. Ajo lëshoi mikrofonin që bëri një zhurmë të mpret mbi dyshemen e kishës dhe u hodh me të gjithë forcën e saj në krahët e tatit. E shtrëngoi fort rreth qafës, duke qarë me të madhe, por këtë herë jo nga frika, por nga çlirimi i madh. E gjithë kisha shpërtheu në duartrokitje. Këtë herë jo për një martesë, por për guximin e një vajze 9 vjeçare që kishte shpëtuar familjen e saj. Dasma u anulua menjëherë. Të ftuarit u shpërndan të tronditur, por me një ndjenjë të thellë respekti për atë që kishte ndodhur. Ardiani dhe Anila u kthyen në shtëpi vetëm të dy. Kur hyn brenda,
shtëpia u dukej ndryshe. Lulet e freskëta dhe dekorimet e dasmës që Elena kishte zgjedhur u dukeshin tani të huaja dhe të ftohta. Ndaj gjëja e parë që bën ishte heqja e çdo gjurme që të kujtonte atë gënjeshtër të madhe. Atë mbrëmje nuk pati festë të madhe e as muzikë. Ardiani u ul në divan me Anilën pranë tij, duke mbajtur në dorë një album të vjetër fotografik të bashkëshortes së tij të ndjerë. Ai e përqafoi fort të bien dhe i premtoi se kurrë askush nuk do të futej mes tyre dhe se vendimet për të ardhmen e tyre do t'i merrnin gjithmonë bashk. Edhe pse dita e dasmës kishte përfunduar në një mënyrë plotësisht dramatike dhe të papritur, ajo u kthye në shpëtimin e tyre më të madh. Ata humbën një nuse të rreme, por gjetën sërish njëri tjetrin. Babë e bie kuptuan se nuk kishin nevojë për një familje të krijuar mbi fasada dhe interesa, sepse lidhja e tyre e vërtet, e sinqert dhe e kalitur përmes vështirësive, ishte e vetmja gjë që kishte vërtet vlerë dhe që do t'i mbante të sigurt për gjithmonë.